policishke, po ju këture. Qa bëni ju këture? Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë makinë veçantë, makinë që këtu në Shqipëri e kanë qef, edhe unë e kam qef, fakt si pamit paktën, është GLE 63 AMG S. Kjo është e 2018-ës, shumë e bukur. SUV kupe që normal si grup e ka shpik e para BMW-ja, me X6 që ka dalë që 2008-ën, pastaj e ka ndjek me radhë Benzi me GLE kupe 2015-ën, goxha më vonë, edhe Audi me Q8-ën. Kjo është bazuar te GLE-ja normale, po normal mrapa është kupe si X6 me X5-ën, si Q8 me Q7-ën. Kjo është goxha e madhe, paktën prezencën e ka më shumë se gjithë të tjerat. Sidomos kjo gjenerata parë. E dyta sigur duket pak më e vogël, po kjo edhe në versionet 350 që naft, kur e shef kështu duket si bish. Këto format, tamam si bish, shumë e egër. Të shik, 63 S normal akoma më shumë. Shifë sa e ka gomat mrapa, 325, 22 diesel, po 325 gjona, shumë gjona. Frenat AMG, edhe gjua nofla është e kuqe. Nuk është aq praktike sa GLE-ja e thjesht, po për pamje është shumë më e bukur. Normalisht me Distronic, me kamerë para, kamerë 360 gradë, dritat inteligjente LED, gjithë të pjesët e kromit i ka të zeza, edhe të pasqyrat e zeza, edhe shiritat të gjamat i ka gjitha të zeza. Për të drejzave i ka lakrom, shumë bish, shumë prezencë ka kjo. 4 marmitat që i ka kështu 4 ore, difuzorin. Është versioni S, ka pas edhe standard, ka pas edhe 43, 43 është tamam më gështë, si 450. Ta shofim edhe motorin. Po shkofa në stu, kena motorin 157, 5.5 benzin V8 biturbo. Në rastin e S-s, ka 585 kuaj fuqi edhe 760 Nm tork. Te standard që ka 558 kuaj edhe 700 Nm tork. Nuk është shfrytzuar maksimum, apo Benzi se ka lodh shumë me mor sa më shumë fuqi kësaj, se kjo me stage 1 shko 1000 Nm tork, edhe shkojnë 600 ca, 700 kuaj fare. Shumë kollaj. Nuk është se ka shfrytzuar me amor gjithë fuqinë të kjo. Me qenë maksimumi i kësaj gjenerate, s'kan pas 65, 63 se ka qenë me i larti. Motori me vogël pastaj ka qenë 350 që naft, vetëm i version ka pas naft, 350. Ka pas benzin 43, 450 me 3000 V6 biturbo, ato kanë pas një 367 kuaj më duket. Në këto variante, nuk është se ka pas shumë variante motorash, po për qenë bish është, si motor i fuqishëm goxha. Tani ta shohim edhe interiorin, është që në fillim, kjo është me pedan, që është pak e lartë, jo shumë fare, jo sa kjo klasi, po është e lartë. Këtë tapiserin e ka këtë kafen e erët shumë e bukur, rimeso karboni, sinilet elektrike, këte janë pas standarde, gjitha janë pas elektrike, edhe me memori. Memori se kanë pas gjitha ka qenë opcion, shumë tapiceri e bukur, shumë ngjyrë e bukur. Kjo është me box Harman Kardon, ka pas edhe me Bang & Olufsen, shumë pak, shumë të ralla. Timoni është me Alcantara, këtu nga që është versioni S, standard që s'ka pas Alcantara, normal me start stop, let's go. Timoni AMG me flat këtu rafsh poshtë, normal plusat, minusat e këto tjerat për me kontrollu kompjuterin e bordit, për volumin gjona. Kilometrazhi shko deri në 320. Nuk rregullojmë thjesht dëm. Tashi, pjesa që e le pak mrapa, këtë gjenerat GLE-s, është pjesa interiorit. Është shumë makinë e bukur, i ka gjitha të mirat, jo se ka cilësor interiorin, për ka pak si të vjetërsum. Më thonë, periudhën që kjo ka dalë, kompanitë e tjera Audi, BMW-ja, kanë pas modelet e reja të interiorit, edhe vetë Benzi. Më thonë, kjo është si ML-ja, 166, po me këte ekranin këtu e me ca gjonë, për kjo është isoj. S'me qenë 2011, isoj, ose më vjetër. Kjo e kalon pak si Mazdores. Këto kanë 20 vjetë që kishin dalë, të kanë dalë që të 204, 2007, në këto. Shumë e vjetër. Jo se kanë gjotë keq, unë më shumë i preferoj me butona se me nejt me touch, po shumica njerëz duan një makinë më të avancuar nga ana teknologjie, kështu mos kur pagu ka shumë lek, presin që të ketë teknologji të lartë. Po pjesa tjetër e bukur është me qepje komplet, shumë e pastër, sedilet ka edhe dinamike, shumë të mira. Tavani është Alcantara, është panoramike. Këtu pasaj kena këto kontrolerat, edhe me touch këtu lart, edhe me rrotullën këtu.
kjo ekrani s'është me touch, s'lëviz gjë aty, po këtu e përdor këtë si touch. Këtu pastaj ke individual comfort, sport plus edhe për borë, traction control jo, sport plus për amortizimin, për të ngritur makinën, edhe për ta vu kamën marshe, ndrimin marshe manual, ngroje, ftoje, auto stop starti, gjitha gjonat, edhe kjo pjesa është që ke vjetë kjo tash si te 204, normal është me blind spota. Tani ta marrim i xhiro GLI 63 S coupe. Zhurmën e ka tash që s'është Sport Plus. E ke bëj individual. E ke lënë. Jo, s'e lashun. Jo, e ke lënë që të individualit bëj edhe zhurmën ti. E lëm për shembull të E individual. bo si dush. Marrësh komfort, apo amortizatorët komfort me motorin e le Sport Plus, po ashtu e le vërdis. Kështu nuk është edhe aq keq në për gropa, se duket shumë e modhe, e fort, sikur do jetë. Po, janë shumë tërhaqme për ne, thash ka qenë janë tërhaqme, shpejta, i fut në çdo lloj terreni, a kupto, dhe janë edhe agile. Edhe atë tjetrën që ke pas, së e ke pas? Po kur ta marrësh, e merr se merr hiç që më marr. Po gjatë gjithë eksperiencës që ke pas 4 vite, kështu si të ke pas kostot e mirëmbajtjes, se ke pas ndaj problem me ndaj gjë me të. Asnjë lloj problemi makinë më të marr, pa kam pas marrë edhe me pak kilometra, me 40 kilometra. Tek pa tashit me 95 kilometra. Merr 4 vjet domethënë që kam bërë. Kosto e më madhe ka qenë kosto e benzinës. Po. Po, se ka qenë njerëzisht shumë. Kështu si ke pas probleme me të. Ti stoke për ta majt, stoke ke majt, se si ke pas bërë ndaj gjë. Përgjigjet edhe gëja me monoblok. Në Sport Plus i bë këto downshiftat vetë. Ja, mjetë, i kem pas qef edhe unë për herë këto. Se këtë gjenerata parë GLI-s është më e bukur se e dyta. Ashtu, e? Po, më e bukur është, kjo duket më bish. Unë me thënë të drejtën kjo reja më pëlqen shumë si pamjen. Po si zhurmë, si motor më pëlqen më shumë kjo tjetër. Kjo duket më agresive kjo. Kjo po, më agresive. Për herë, që kur pa të dalë, më e mirë se X6 apo e po, në përpamje. Se këto kanë gjona tjera pastaj në interior e kanë lënë si shumë të vjetër sume këta. Qa viti është kjo? 2017. Po me pa këto butonat e këtu duket si me qenë... Se 2017 e Klasi ka qenë me ekrane, soja me ekrane, kreta, me modelin e ri. Te kjo e kanë majti qik. Po ka dalë më vonë? Po, dalë më vonë. Pa di pse doli më vonë, sepse e kanë zvarrit këtë model që ka qenë shumë i sukses. Po, patet. Fiks. Kjo patet shumë. Në rrugë shumë me frikshme duket. Edhe 350 që të thjeshta kur i shef, janë të mdoja, gomat e mdoja është. Gjëro me të katër tak. Polici është kë? Po ju këture. Qa bëni ju këture? Arrova dhome të parë si bashkë parë. Shumë e mirë, përgjigje dhe... E ky 5.5 si sigur ka më shumë karakter se i 4.000 që sigur... Edhe ky 4.000 ka dalë, që motor i mirë, është gjyname e Jo, i mirë, po. Ca makina dhe përshtatet më shumë këtynet më dhojave, se di. Ne kemi qef sa ma shumë kubikash, po pra. Ose për shemë të sët kupe, unë kërë qoftë që jam pa pre-facelift, me 5.5 më duket sigur i përshtatet asaj. Ai 4.000 si më duket aq i modh, s'është motor i vogël, më duket aq i modh sa duhet. Po, të kuptoj. Tanë edhe stabil në rrugë këto.
sa do jemi quna ka 100 sa kile. Po qa thu? Edhe sa e rondë është vetë, kjo, sa i ka gomat, se gomat sonë më doja, më ta ullë fuqin ajo, se fërkim është. Tamam. Ja, mjetë është. Këta e kam fakt që duhet më shumë nga makina, opcionet i ka këta, ngruje, ftoje, masazh, gjitha. Tash kjo puna dizajnit është, s'na pëlqen se e kena pa o kështu, po mund më qef kom to që janë me butona se me touch. Se zorish tu. Duhet me pranuar kur tash ky është që është, apo skemi që Jo, po është më edhe kilometrazh, nuk kom qef me i pa kështu siç ka kjo, nuk e du me ekran. nuk i do me ekran? Po si du me ekran, ajo do filloj pas ca vitesh ka për të ngec, ka për të. Kjo është klasike, kështu e na mësui 100 vjet kështu bëhen ato. Keq për ekran, ekrani është i shpejt tash. Vje koha si telefoni. Ai përdor telefonin e para 10 vite, më e morëm dorë më e përdor tash, e hull në tokë se s'bë. I seriozisht në me këto. Pra ne këto të mirat Pagani këto s'bëjnë asnjëna me ekran. Me ekran, po. Është vërtet. Se duan më majt. Ju do bëgati çiçi këtë. Po, Kastile se kanë bë, po. Është diçka pra. Ha. Qa audiencë ka Shqipnia, se e kam vënë re, ma audiencë, ma shumë shifin këto video që qëtë makina thjeshta, se sa këshu. Po Evo, kam as bo Evo 280 shtime në benzin, ka 60.000 views. 60.000 views? 60.000 views. Interesant. Olla, për